Tribunali i Arbitrazhit ka vendosur në favor të Korporatës Energjetike të Kosovës, KEZ dhe KESO i detyron rreth 8.3 milion euro. Kryesia e Kuvendit pa ujdi për ta shtyrë përpara çështjen e 3 buxheteve. Opozita bllokon buxhetin e RTK-s. Kurti në Paris foli për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe synimin për integrim në BE NATO. Presidenti Osmani i pret nesër kryetarët e partive politike, të cilët tashmë e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ishte i ftuar në panelin paqruajtja në një udhkryq e ardhmja e misioneve të OKB-s dhe përgjegjësia globale organizuar në kuadër të forumit të paqes që po mbahet në Paris. Në këtë panel, Kurti e pasqyroi Kosovën si histori të dyfisht suksesi, një shembull ndërhyrjeje të suksesshme ushtarake dhe humanitare të NATO-s që ndali gjenocidin e Serbisë dhe së dyti si një shtet ku zhvillimi dhe demokracia ecin krah për krah. I pyetur për rolin e Kosovës në bashkëpunim rajonal, duke qenë se stabiliteti i saj garantohet nga organizata si NATO dhe OKB, Kurti nënvizoi se po punohet në mënyrë dypalshe me secilën prej 5 mosnjosve, duke vënë në pas se asnjëri nga këto shtete nuk e kundërshton rrugën evropiane të Kosovës shtet. Kosova është histori e dyfisht suksesi, së pari e ndërhyrjes ushtarake dhe humanitare të NATO-s për të ndalur gjenocidin e Serbisë, dhe së dyti si shtet ku zhvillimi dhe demokracia ecin krah për krah. Këtë vuri në pa kryeministri në detyrë Albin Kurti në diskutimin që pati në forumin për paqen në Paris me temën paqruajtja në një udhkryq e ardhmja e misioneve të OKB-s dhe përgjegjësia globale. Nëse krahazon prodhimin e përgjithshëm bruto për kokë banori, Kosova në sotme me atë të vitit 2000 është 6 herë më e lartë dhe është 3 herë më e lartë se në vitin 2008, ku ne e shpallëm pavarësinë. Pra, çlirimi dhe pavarësia duhet të kenë edhe këtë pjesën e vet makroekonomike për vendin. Dhe sërish duhet të ndjehet në jetën e përditshme të familjeve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kurti nënvizoi se përgjatë viteve me fushizimin e shtetit ulej prezenca ushtarake ndërkombëtare në vend, ndërsa rritej progresi ekonomik. Në vitin 1999 tha se kishte 50.000 ushtarë të NATO-s e tani ka më pak se 4.000. Megjithatë, duke folur për rëndësinë e misioneve të OKB-s, Kurti nënvizoi një gjë. Besoj se misionet paqëruese të Kombeve të Bashkuara duhet të kenë qëllim të qartë, mbështetje lokale dhe gjithashtu një kufizim kohor. Nuk duhet të ketë misione pa një kohë të limituar. Është shumë e rëndësishme për të ditur këto 3 principe për ndonjë nga misionet e ardhshme paqëruese. Ai u shpreh se secili mision paqëruajtës ka nevojë për vlera të përbashkëta dhe jo vetëm për interesa të përbashkëta, duke theksuar rëndësinë e multilateralizmit, dialogut, negocimit, pajtueshmërisë dhe marrëveshjeve. Në këtë kuptim përmendi modelin e Bashkimit Evropian si projekt politik e proces historik të paqes dhe prosperitetit. Kjo sepse Bashkimi Evropian në pikpamjen tonë është projekti politik më i rëndësishëm dhe i suksesshëm dhe një proces historik i paqes dhe përparimit që nga lufta e dytë botërore. Pra, kthimi i shumë kulturalizmit brenda Bashkimit Evropian është diçka që besoj se OKB-ja mund të mësoj shumë. Duke u përgjigjur në pyetjet e audiencës, Kurti foli mbi forcimin e shtetësisë së Kosovës edhe ndërkombëtarisht dhe 3 njohjet e fundit gjatë këtij viti, si dhe aspiratat e vendit për integrim në Bashkimin Evropian dhe NATO, krahas rëndësisë së bashkëpunimit rajonal. Kosova është një sukses i dyfisht. Në njëra Mbledhja e kryesisë së Kuvendit u përmbyll pa arritur ndonjë marrëveshje për mbajtjen e seancës që pritej të mbajë nesër. Kryeparlamentari Dimal Basha nënvizoi se mbledhja pati qëllim zgjidhjen e disa çështjeve urgjente, me gjithë këtë nuk gjeti mirëkuptim për ta shtyrë përpara çështjen e 3 buxheteve.
Pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, kryeparlamentari Dimal Basha deklaroi se kishte planifikuar thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për nesër, por nuk arriti të gjejë mirëkuptim nga partitë politike. Basha tha se qëllimi i mbledhjes ishte diskutimi i çështjeve kryesore. Unë kam prit deri të dielën, mos po votuat qeveria, pastaj kishim proceduar me një rrethon komplet normale. Po në rrethonat e jashtëzakonshme, unë mendoj si kryetari i kuvendit duhet më marr përgjegjësinë për me po për forma tjera që me procedu përpara. Njëna për formave ka qenë, a i themelojmë komisionet parlamentare, e thirrim një seancë të jashtëzakonshme ditën e nesërme, edhe pastaj i votojmë buxhetin e RTK-s dhe të 3 komunave. Këto nuk e ndalën ligji. Nga ana tjetër, nënkryetaria e kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu tha se vetëvendosje nuk mbështet idenë e një qeverie teknike dhe se sipas saj, vendi duhet të shkojë në zgjedhje vetëm nëse nuk sigurohet shumicë për qeverinë Kurti 3. Në qoftë se nuk do të ketë, si me thënë, numra, natyrisht që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ndonë se ju e dini që ne nuk e kemi dëshiruar këtë, por rrethanat politike na imponojnë. Ndërkaq nënkryetaria e kuvendit nga PDK Vlora Qitaku tha se situata aktuale është jo kushtetuese dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të reja. Nuk ka shumicë të re parlamentare, nuk kemi nevojë për taktizime. Vendi ka nevojë për institucione dhe është e qartë që ky kuvend nuk po arrin të formojë një shumicë të re. Mbledhja e sotme e kryesisë përfundoi pa ndonjë vendim konkret, ndërsa palët mbeten në qëndrime të ndara për mënyrën se si duhet të zgjidhet bllokada institucionale. Gjendja financiare e radio-televizionit të Kosovës ishte çështje diskutimi në takimin e kryesisë së kuvendit. Kryeparlamentari Basha nënvizoi se nuk kanë gjetur mirëkuptim dhe nuk ka pasur vullnet nga partitë opozitare për zgjidhjen e krizës financiare të mediumit publik. Në këtë situatë, mbi 700 punëtorë të transmetuesit të vetëm publik në vend aktualisht do të mbesin pa paga. Ndër çështjet e diskutuara në mbledhjen e kryesisë së kuvendit ishte edhe mungesa e buxhetit për radio-televizionin e Kosovës. Kryeparlamentari Dimal Basha tha se synoi thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për krijimin e komisionit përkatës, i cili do të votonte për këtë buxhet, por që sipas tij nuk pati pajtim nga partitë tjera. Unë kam paramenduar që do të gjejmë mirëkuptimin sot te anëtarët e kryesisë, rrjedhimisht kam dashur të bëj kërkesë për me ftu seancë të jashtëzakonshme nesër në mëngjes, për me përfundu themelimin e komisioneve, pastaj komisionet kanë mujt më njëherë pas seancës me i votu raportin e RTK-s dhe RTK-ja me pos buxhetin, ku dhe drejtori ka pos edhe mandat për ekzekutimin e pagave gjithçka tjetër që shkon te shpenzimet e financave. Nënkryetaria e kuvendit nga vetëvendosja Albulena Haxhiu tha se është e papranueshme që punëtorët e RTK-s të mbeten pa paga. Me një kontribut të vogël të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kjo çështje do të mund të anashkalohej, gjithsesi të adresohej në mënyrë të përgjithshme. Ndërkaq nënkryetaria e kuvendit nga PDK Vlora Qitaku tha se po u kërkohet ta simulojnë demokracinë duke shkelur kushtetutën, teksa pyeti se kush është tani pozit e kush opozit, duke shtuar se janë 2 komisione që i takojnë opozitës. Kush është opozita? Kënd e mbikëqyr ky parlament? Kush është qeveria? I njëjti njeri që don me ta sjell buxhetin është edhe ministër edhe deputet. Domethënë nuk do të lejojmë që me vetdije të shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Për këto institucione është sakrifiku gjatë dhe është sakrifiku shumë. Në këtë situatë, mbi 700 punëtorët e transmetuesit të vetëm publik në vend RTK aktualisht do të mbesin pa paga. Presidentja Vjosa Osmani i pret nesër kryetarët e partive politike të cilet tashme e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Osmani është shprehur se sot do t'i jap zgjidhje buxhetit përpara shpalljes së zgjedhjeve të parakohshme nëse partitë nuk e propozojnë mandatarin e ri ose nëse mandatari dështon të krijojë pushtetin. Ndërkohë që presidentja ka nënvizuar se do të bëjë thirrje partive politike për kompromis në këtë pikë, njohës të politikës, formimin e një qeverie teknike e shohin të pamundur, ndaj vlerësojnë se zgjidhja e vetme janë zgjedhjet e parakohshme. Pas zhvillimeve të fundit politike, përgjegjësia për hapat e ardhshëm i takon presidentës, e cila duhet ta udhëheqë procesin drejt zgjidhjes së krizës, vlerësojnë njohësit e politikës.
pasi që PDK dhe LDK e kanë bërë të qartë se nuk i kanë numrat dhe nuk e duan mandatin, ndërsa edhe VV nuk i ka votat e nevojshme për formimin e qeverisë, presidentja duhet të përqendrohet në miratimin e buxhetit dhe në krijimin e mundshëm të një ekipi që do të artonte një buxhet provizor për disa muaj, për ta shmangur bllokadën dhe kaosin financiar. Miratimi i buxhetit. Nëse ka kontestime dhe ka kontestime në kuptimin që qeveria në detyrë nuk e ka të drejtën e propozimit të buxhetit, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që ndoshta nuk do të ishte keq që ajo të bëjë një numër teknokratësh, të cilët do të komunikonin me të gjitha partitë politike dhe të bënin një buxhet provizor vetëm për 3-4 muaj. Ai do të ishte buxhet një vjeçar, por që do të ridizajnohej pas zgjedhjeve të ardhshme. Politologu Milazim Koci vlerëson se për formimin e një qeverie teknike tashmë është vonë dhe se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të pashmangshme. Ndërkaq profesori universitar Doraje Timeri ka theksuar se takimi i nesërm në presidencë pritet të konfirmojë pamundësinë për formimin e qeverisë. Ai tha se vetmja zgjidhje është shkuarja në zgjedhje sa më shpejt, ndërsa çështja e kompromisit politik mbetet për qeverinë e ardhshme dhe shumicën e re parlamentare. Kjo mbetet çështje pastaj për qeverinë e ardhshme, përkatësisht për shumicën e re parlamentare që të drejtohet kuvendit me projekt ligj, edhe kjo duhet të bëhet jo më larg se sa në marsin e vitit tashëm në projekcionet aktuale çfarë po llogarisim nëse zgjedhjet eventuale do të mbahen në dhjetor, pastaj do të mund të certifikohen në mesin e shkurtit për të thirrur seancën e parë jo më larg se në javën e 4 të muajit shkurt. Pra ka shumë kjo do të jetë në skenari optimal i gjithë procedurës si ta themi rilegjitimimit të partive politike. Aktualisht e vetmja zgjidhje e situatës politike, sipas njohësve politik, janë zgjedhjet por pas zgjidhjes së bllokadës së buxhetit. Një transfer i rregullt i qeverisjes dhe një shtensionimi i qëndrueshëm do të hapnin rrugë për normalizim të plotë të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Burime diplomatike sqarojnë se kjo nënkupton marrje të qetë të detyrës nga kryetarët e rinj të komunave veriore. Kështu thuhet në draft raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, që pritet të publikohet më 4 nëntor. Komisioni Evropian ka qëllim të heqë më tej masat financiare ndaj Kosovës, nëse pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, në veri arrihet një transfer i rregullt i qeverisjes dhe deeskalimi mbetet i qëndrueshëm. Kjo thuhet në draft raportin e progresit për Kosovën, të cilin Komisioni Evropian pritet ta publikojë më 4 nëntor. Sipas burimeve diplomatike, kjo nënkupton bartje të qetë të pushtetit lokal dhe marrje të detyrës nga kryetarët e rinj të komunave në veri. Raporti i progresit, dokumenti më i rëndësishëm që përpilon Komisioni Evropian për vendet e zgjerimit, në rastin e Kosovës nuk evidenton përparime të rëndësishme, konstaton progres të kufizuar apo përparim të pjesshëm në shumicën e fushave, vlerësime këto që konsiderohen përgjithsisht të ulta. Sa i përket situatës në veri, raporti kritikon veprimet e autoriteteve kosovare, të cilat, siç thuhet, kanë qenë në kundërshtim me obligimet e vendit ndaj Bashkimit Evropian dhe me procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Sipas gjetjeve të dokumentit, dialogu ka qenë i penguar për shkak të situatës politike, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Në këtë kuadër, përmendet se Serbia nuk ka ndërmarrë masa ndaj autorëve të sulmit në Banjsk, ngjarje që ka shënuar për shkallëzimin më të madh të sigurisë. Në kapitullin politik, drafti vëren se viti i kaluar është karakterizuar nga përçarjet e brendshme politike dhe fushata konfrontuese në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Po ashtu theksohet se kjo situatë është ndjekur nga ngërçi politik si pasojë e mungesës së vullnetit apo paaftësisë së partive për të gjetur zgjidhje drejt krijimit të institucioneve. Kosova gjithashtu kritikohet në fushën e lirisë së shprehjes, ku sipas draftit nuk është shënuar asnjë progres. Raporti përmend sfidat lidhur me transparencën dhe pronësinë e mediave dhe qëndrueshmërinë e tyre financiare, si dhe sulmet ndaj gazetarëve përfshirë pengimin në kryerjen e detyrës dhe sulmet verbale nga zyrtarët e lartë qeveritar.
Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se njësia B2 është rikthyer në operim dhe aktualisht operon me kapacitet prej rreth 290 megawattve. Operimi i kësaj njësie u ndalua më 26 tetor si rezultati rrjedhjeve në Kaldaj. Përmes një njoftimi bëjt e ditur se është e rëndësishme të theksohet se edhe operatorët të tjerë të sektorit energjetik në vend përballen me defekte të natyrave të ndryshme teknike, madje edhe në baza ditore. Ndërkohë, Tribunali i Arbitrazhit ka vendosur në favor të Korporatës Energjetike të Kosovës në rastin kundër KEC-sit dhe KES-os. Tribunali konfirmoi se KEK ka furnizuar energji sipas marrëveshjes dhe se pagesat nga palët e paditura u vonuan pa justifikim. KEC dhe KES-o detyrohen t'ja paguajnë KEK-ut rreth 8.3 milion euro plus shpenzimet e arbitrazhit. Vendimi i arbitrazhit është përfundimtar. Korporata Energjetike e Kosovës ka fituar rastin në arbitrazh kundër KEC-it dhe KES-kos. Ky rast është shqyrtuar nga një tribunal ad hoc i arbitrazhit, që është krijuar sipas marrëveshjes për furnizim me shumicë të energjisë. Ky tribunal ka vendosur në favor të KEK-ut, duke konfirmuar plotësisht kërkesat kundër KEC-it dhe KES-kos për pagesa të prapambetura dhe interesa për vonesat. Tribunali vërtetoi se KEK-u ka furnizuar energjinë sipas kontratës, ndërsa vonesat e palëve të paditura nuk justifikoheshin nga ndonjë arsye e jashtëzakonshme. Korporata Energjetike e Kosovës është e kënaqur që drejtësia ka triumfuar në procesin arbitrazh ndërkombëtar, duke konfirmuar qartë korrektësinë dhe profesionalizmin e saj në zbatimin e detyrimeve kontraktuale. Vendimi i Tribunalit Arbitrazh në Gjenevë përfaqëson një moment të rëndësishëm për sektorin energjetik në Kosovë, duke forcuar besueshmërinë institucionale dhe pozitën ligjore të KEK-ut. Nga ana tjetër, vonesat në pagesa nga KEC dhe KESCO nuk janë justifikuar nga asnjë forcë madhore apo krizë energjetike, ndërsa KEK nuk ka shkelur asnjë parim të mirëbesimit, drejtësisë apo përgjegjësisë kontraktuese. KEK thekson sido që tjetë se palët të përfshira në këtë procedurë janë partner strategjik dhe të rëndësishëm të sektorit energjetik në vend dhe mbetet të përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin korrekt dhe konstruktiv në përputhje me marrëveshjet kontraktuale që ka. Vendimi i Tribunalit të Arbitrazhit është përfundimtar dhe i zbatueshëm. Ministria e Financave ka pritur në takim përfaqësues të punëtorëve dhe bizneseve për të diskutuar rreth ngritjes së pagës minimale në Kosovë. Gjatë takimit, ministri në detyri i këtij dikasteri, Hekuran Murati, propozoi që paga minimale të jetë 500 euro. Përfaqësues të punëtorëve patën kërkesa që ajo të shkojë në 600 euro, teksa ata të bizneseve thanë se vendime të tilla duhet të merren pasi të zgjidhet qeveria e re. Nga janari, paga minimale në Kosovë planifikohet të jetë 500 euro. Ministri në detyri financave, punës dhe transfereve Hekuran Murati takoi sot përfaqësuesit e institucioneve dhe shoqatave të ndryshme për të diskutuar rreth çështjes së rritjes së pagës minimale. Si qeveri, pagën minimale rritëm për herë të parë pas më shumë se një dekade stagnimi dhe premtuam që paga minimale do të rishikohej çdo vit. Nga takimi dola më i informuar dhe patjetër që do t'i kem parasysh të gjitha sugjerimet dhe rekomandimet kur të bëj propozimin e pagës minimale të re për miratim në qeveri. Përgjatë këtij takimi, përfaqësues të punëtorëve kanë kërkuar që paga minimale të jetë 600 euro. Vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyet decidivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thënë që ne planifikojmë që paga minimale prej 500 euro do të fillojë së implementuari në janar. Rritjen e pagës minimale nuk e kundërshtuan as ata që përfaqësojnë bizneset. Ky proces të shtyhet derisa të kemi një qeveri fuqi plot, derisa të kemi edhe një kuvend funksional. Deri atëherë, kjo e para ishte kërkesa jonë dhe e dyta të kemi një analizë të thukë të situatës aktuale ekonomike e cilën e ka vendi, domthonjë duke i marrë gjithë faktorët për këtë çështje para se të dalim me propozime pastaj të gjitha palët sa i përket pagës minimale. Gjithashtu, një kërkesë eksplicite që kishte ishte që duhet të funksionalizohet në këtë rast Këshilli Ekonomiko-Social.
Ndërkohë, Oda Ekonomike e Kosovës nuk ishte pjesë e këtij takimi. E si një instrument që garanton dinjitetin e punëtorëve me vite të tëra është kërkuar që paga minimale të përshtatet me realitetin ekonomik në vend. Në tetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati marrë vendim për rritjen e pagës minimale në 350 euro, që përkthyer i bie në 2 euro për orë pune. Para këtij viti, paga minimale ishte 130 euro për personat nën moshën 35 vjeçare dhe 170 për personat mbi këtë moshë. Kosova dhe Shqipëria kanë pagën minimale më të ulët në rajon. E pavarësisht avancimeve në shërbime, kirurgjia torakale dhe mëtej është e kufizuar në trajtimin e deformimeve të rrallat të gjoksit për shkak të kompleksitetit të ndërhyrjes së mungesës në përvojë. Në bashkëpunim me ekipin e kirurgëve nga Turqia, Mantel Bardhët u sfiduan sot me një intervenim të rrallë që u krye në Prishtinë. Me gjithë avancimin e shërbime, kirurgjia torakale ende është e kufizuar në trajtimin e deformimeve të rrallat të gjoksit me metoda moderne, minimal invazive për shkak të kompleksitetit të ndërhyrjes e mungesës në përvojë. Përvoja që po e sjellin në Prishtinë ekipi i kirurgëve nga Turqia, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të klinikës së kirurgjisë torakale Nazmi Kolgeci, është domosdoshmëri në përgatitjen e kuadrove të reja që do t'i kryejnë në të ardhmen këto shërbime pa ndihmën e mjekëve të huaj. Po intervenimet kirurgjike që kanë realizuar për tumorët e mushkërive, ne nuk është pajisjet i kemi, po akoma nuk është përgoja mjaftueshme për me intervjuar këto intervenime kirurgjike. Prandaj edhe ekipi që prej Turqisë mendoj se janë ndër më të mirë që mund me realizu këtë operacion. Ne kemi dashur të me jo me shtirësi në klinikën tonë, po të me realizu operacionet që realizohen në shtetet e tjera dhe kemi dëshirë që t'i ndjekim ose t'i afrohemi vendeve të tjera që bëjnë të lloj intervenime kirurgjike. Deformime të tilla në gjoks prekin 1 në 4.000 persona. 2 pacientë u operuan sot. Njëri nga ta nën moshën 16 vjeçe, një operim të cilin po e kryen në Prishtinë pa pasur nevojë të trajtohet jashtë vendit, për më tepër përmes një trajtimi me prerje tepër të vogla, rikuperim më të shpejtë e rezultate më të mira estetike. Ekipi i kirurgëve në krye me doktor Recep Demirhan, mjeshtër në fushën e intervenimeve kirurgjike të kraharorit përmes teknologjisë VAC, po qëndrojnë në Prishtinë në kuadër të simpoziumit të kirurgjisë torakale, që po shfrytëzohet si nismë për të arritur bashkëpunimin e shkëmbimin e përvojave. Sot do të praktikojmë gjithçka që kemi ligjëruar dje në simpozium. Do të trajtojmë një rast të tumorit në mushkëri me VAC, si dhe 2 raste të deformimit në gjoks. Sot po i bashkojmë njohuritë tona me kolegët kosovar për të kryer 3 operime të vështira, por që përvoja jone bën shumë të lehtë përfundimin e tyre me sa më pak komplikime dhe rikuperim të shpejtë. Kjo përvojë përmes këtyre ndërhyrjeve është hap me rëndësi në mjekësinë kosovare. Ky është faktikisht edhe qëllimi jon, që në të ardhmen çdo intervenim kirurgjik të bëhen me profesionistë vendor. E gjitha llogaritet përvojë që do ta reduktojnë nevojën që pacientët të udhtojnë jashtë vendit për trajtime të tilla. Nga janari në klinikën e kirurgjisë torakale janë kryer mbi 630 operime. Në gjykatën themelore vazhdon gjykimi për njërin ndër rastet më të mëdha të narkotikëve në vend, atë të sekuestrimit të 400 kg kokainë në komunën e Lipjanit. Të akuzuar për këtë rast janë Izet Kadri Sheqiri, Faton Vrajolli, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bityqi. Në seancën e sotme dëshmoi akuzuar Ibrahimi. Përderisa rasti i njohur si 400 kg kokainë në Lipjan mbetet ndër operacionet më të mëdha antidrogë të realizuar në vend, një operacion i antidrogës mbrëm kapi 250 kg substancë narkotike të fshehur në një kamion, me që rast u arrestua një person. Në seancën gjyqësore ndaj të akuzuarve për njërin ndër rastet më të mëdha të narkotikëve në vend, atë të sekuestrimit të 400 kg kokainë në komunën e Lipjanit, sot dëshmoi i akuzuari Kadri Ibrahimi, depoisti ku kap sasia. Paraprakisht leje për t'u larguar nga seanca për arsye shëndetësore kërkoi i akuzuari tjetër Kadri Sheqiri. A je gjallë vazhdu sot në seancë ajo? Kadri mundi me liru sallën, Kadria, edhe ashtu që edhe familje të mirë me edhe pashtu edhe familja.
Mëtej para trupit gjykues nisi dëshmimi i dyshuari Kadri Ibrahimi, i cili gjatë pyetjeve nënvizoi se pozita e tij në detyrën e DPI-sit kryesor daton që nga viti 2015. Ibrahimi sqaroi në detaje hap pas hapi procesin e arritjes së mallit dhe procedurave që ndërmerr kompania. Sipas aktakuzës, Kadri Ibrahimi paletën me substancë narkotike me qëllim të mos identifikimit e ka ndarë në një pjesë të veçantë. Nga që nësë me konë policia, në konë palu në përdojpoja, ata masa posë mundësi. Se posë mos të shi policia, po? Që të mos ka posë mundësi, mos ku ketë Kosovën e për marketat e ketë Kosovës. Na posë mundësi që të shkajnë e për marketat e... Se në paketat nuk i hopëm, edhe... Sepse ne marketat nuk i hopëm. Mu mas portri nuk më intereson ako kur, ako në gjithë që kom të. Dhe mu nuk më intereson se çfarë ka brenda saj. Ndërkohë që dëshmit për të dyshuarit që akuzohen se përmes kompanisë Msifut kishin lidhur marrëveshje me kompaninë Seara për importin e produktive të mishit të pulës së grirë, por sipas prokurorisë në to ishin vendosur substanca narkotike po vazhdojnë, mbrëm policia kapi edhe 250 kg të tjera substancë narkotike të fshehura në një kamion. Në një aksion të përbashkët me prokurorinë speciale, doganë dhe agjensinë për inteligjencë, kapja substancave narkotike në një kamion që lëvizte në autostradën Ibrahim Rugova rezultoi në një të arrestuar që vazhdon të jetë në mbajtje. Drejtori Drejtorisë Antidrogës, Reshat Murseli, deklaroi për televizionin publik se bazuar në informacionet që ka departamenti, droga dyshohet se nuk ishte destinuar për tregun e Kosovës. Siç e pam këtu në bas vendin ngjarjes, dikon 200 pas paketime janë, e që pesha sigurisht parafërsisht se nuk mund të jemi shumë sakt, por ka lënë mbi 200 kg. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është arrestuar për veprën penale, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitje pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge. Shumë institucione kulturore e muzikore sot u pajisën me instrumente muzikore nga Ministria e Kulturës. Ministri në detyri i këtij dikasteri Hajrullah Qeku vuri në pas se ky është hapi pari i shpërndarjes së instrumenteve, ndërkohë që paralajmëroi se mbështetja e aktorëve të kulturës do të vazhdojë. Ministria e Kulturës ndau sot instrumente për disa nga shkollat e muzikës, ansamblet si dhe institucione tjera kulturore në vend. Përfituesve të këtyre instrumenteve ju prezantuan mjetet nga Ministri në detyrë i Kulturës Hajrullah Qeku. Ka qenë një diskutim që ka zgjatë, por ka zgjatë sepse jemi siguru që kur të vinë instrumentet mira, cilat do t'jenë në përdorim në të shkollave publike, edhe të institucioneve të varësisë ministrisë, të qendrave të kulturës. Kjo është pjesa e parë e kësaj blerje të instrumenteve që po realizohet. Do të ketë edhe një raund të blerjeve. Qeku shtoi se aktorët e kulturës në vendin tonë janë përfaqësimi më i mirë. Shpresoj shumë shpejt ta kemi edhe raundin e ri të blerjes së instrumenteve. Dhe në këtë mënyrë ta sigurojmë një vazhdimsi të punës së mirë që bëhet në këto institucione, duke ofruar kushte sa më të mira edhe nxënësve, edhe studentëve, edhe artistëve, edhe gjithë atyre që kanë nevojë për këto instrumente. Instrumentet e dhuruara, sipas Ministrisë së Kulturës, janë një vlerë e konsiderueshme. Përgatitjet për edicionin e tretë të Festivalit të Këngës në RTK po hynë në fazën përfundimtare. Sot në studiot e Radio Televizionit të Kosovës kanë përfunduar provat me orkestrën dhe artistët pjesëmarrës. Pas disa ditësh, punë intenzive dhe përgatitjesh teknike, nga nesër skena zhvendosët në Pallatin e Rinisë, ku do të vazhdojnë provat finale në ambientin ku do të mbahet spektakli. Dea Berisha është një nga konkurrentët që do të performojnë në edicionin e tretë të Festivalit të Këngës në RTK. Emocionet e saj tashmë kanë filluar të ndihen, teksa po i bën provat e fundit në studiot e RTK-s. Është hera parë që më marr pjesë në këtë festival dhe më mend surprizë, edhe si kisha vlerësuar festival i jashtëzakonshëm. Super. Stafi i mirë, orkestra super, bendi super, këngëtarët, secili më i mirë se tjetri, super. Së bashku me 20 konkurrentët të tjerë, po i zhvillon provat finale në studiot e Radio Televizionit të Kosovës.
Pas tyre, artistët do të kenë mundësi të vazhdojnë provat edhe në skenen, ku do të performojnë në Pallatin e Rinis, i cili është drejt përfundimit të përgatitjeve. Provat kanë ecë shumë mirë, kemi një orkestër shumë fantastike. Sot është dita e fundit që i kemi provat në studiot e RTK-s. Pas kësaj bartemi në salën ku do të mbahet festivali në Pallatin e Rinis. Ajo është, domethënë, përfundim e sipër deri nesër kryet krejt. Edhe mandej kemi pas mundësinë me bë prova në sallë më gjatë se vitet e kaluara, që është shumë lajm i mirë për ne. Ai shtoi se pritjet për këtë edicion janë të mëdha, duke theksuar se pas 2 edicioneve të suksesshme, komuniteti artistik ka fituar besim të plot në festival. Sipas tij, çdo vit niveli konkurrencës po rritet dhe cilësia artistike është gjithnjë e më e lartë. Festivali këngës në RTK, si një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në vend, do të mbahet me 6, 7 dhe 8 nëntor. Kemi ardhur kështu në fund të edicionit qendror të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.